Pas situatës së luftës në Ukrainë, kush shtet rrezikon më pas? Gjitha dhënat, të gjitha analizat që mund bësh në drejtim të sigurisë dhe mbrojtjes të bien në Ballkan. Në Ballkan, pasi kuptohet që një nga vatra më të nxehta është lufta ndërmjet Qeverisë Kosovës dhe Serbisë, gjithashtu dhe Bosnia-Hercegovina me Serbinë kanë disa mosmarrëveshje të cilat mund të përkthehen apo mund të kthehen më vonë në një konflikt të armatosur. Duke marrë parasysh të gjithë paralajmërimet që janë bërë dhe nga presidenti Trump, i cili e ka konfirmuar disa herë parandalimin e një lufte të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë, tashmë edhe me një vendim të ditës së sotme ku ka paralajmëruar të gjithë shtetet e Ballkanit Perëndimor që nëse preken disa nga marrëveshjet historike që janë nënshkruar për të mbajtur gjallë paqen në Ballkan, siç është Daytoni, marrëveshja 1244 e Kosovës me Serbinë, marrëveshja e Ohrid, marrëveshja e Londrës e disa marrëveshje të tjera të cilët i ka përmendur në atë plan 90 ditor, do të jetë një goditje për gjithë elementet që i dëmtojnë këto marrëveshje. Kështu që edhe ky është një paralajmërim i qartë që situata nuk është e mirë të shikosh dhe të analizosh çështjet e mbrojtjes do të thotë që pika më e nxehtë pas asaj të Ukrainës është Ballkani. Kështu që Ballkani kuptohet që i vetmi vend i cili është edhe satelit i Rusisë dhe punon drejt për drejt për interesat e Rusisë është Serbia. Ndërkohë Europa është rizgjuar duke marrë kështu kërcënimet, po themi shumë në formë serioze të Rusisë për të riarmatosur ose për të kthyer vëmendje nga vetja? Jo, ka një përpjekje për të rizgjuar, por nuk mendoj që është një rizgjim i plot, nuk mendoj që janë marrë masat ekstreme për të përballuar kërcënimin ekstrem që paraqitet në sfond. Kemi një zgjim, mund të themi të plot të Gjermanisë, ku ka futur tashmë ushtrinë e detyrueshme, ka futur përgatitjen për qytetarët dhe përgatitjen psikologjike, dhe si gjithashtu ka rritur në mënyrë historike investimin në drejtim të prodhimit të industrisë së armatimit. Është zgjuar dhe Polonia, e cila ka marrë masa të forta në drejtim të forcimit të ushtrisë, sistemit të mbrojtjes kontraerore, forcimit të sulmit, por kemi akoma shumë shtete të forta, të cilët kanë një ekonomi të jashtëzakonshme që mund të investojnë dhe mund bëhen një garanci e fortë për të përballuar kërcënimet që vijnë nga Rusia. Por pyetja që ju bëni, a është rizgjuar Europa? Nuk është rizgjuar, sepse rizgjimi fillon nga përgatitja e qytetarëve të saj për të përballuar një sulm të mundshëm dhe përfundon me modernizimin e aseteve të luftës.